Mësojini para se të jetë vonë, ja ushqimet që rrisin sheqerin në gjak. Qumshti i kokostit, qumshti i orizit dhe qumshti i tërshërës përmbajnë shumë sheqer. Qumshti i ëmbëlsuar i sojës përmban vetëm 1 gram sheqer. Perimet me nisë shte, patatet, bizelet dhe mistri janë perime me nisë shte, që gjithashtu mund të rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Frutat janë një burim i pasur i vitaminave, mineraleve, antioksidantëve dhe fibrave, por ato janë gjithashtu të ëmbla. Nëse hani më shumë se 1 racion do t'ju rritet niveli i sheqerit në gjak. Karbohidratet e rafinuara, buka e bardhë, makaronat dhe orizi janë shembuj të karbohidrateve të rafinuar. Trupi juaj e shndërron atë në glukozë për energji dhe kjo shkakton një rritje të sheqerit në gjak. Hamburger. Një hamburger mund të përmbajë 10 gram sheqer dhe 43 gram karbohidrate. Kjo është e krahasueshme me një karamele.